Shumë herë kemi ndëgju që kanë thënë kur vdes baba më janë nderu shokët e tij. Po vetë Resulullahi kështu neve na ka mësuar. Dhe ka thënë për respektit një muslimanit është më nderu shokët e babës ose të nanës, shoqet e nanës. Abdullah ibn Omeri, djali i Omerit radhiyallahu anhu, ka qenë një herë në xhami të majt ligjërat. Ka qenë para xhamatit. Dhe ka një njeri për një fshat të shumë thellë shkretini beduin. E ka lanë dersin gjysmë, është ngrit, ka shku, e ka përqafu, e ka përshëndet, edhe gjybën e tij ja ka dhënë. Po i thojnë njerëzit sahabët, Abdullah ibn Omer, ky njeri që ka ardhur prej shkretine, kish mjaftu 2 dinar, m'ia dhënë. Dinar është fjala dirhem dhe dinar të asaj kohe. Nuk ka pas nevojë m'ia dhënë gjybën dhe këtë teshën që ti e ke pas vesh. Thot vallahi, thot ky e ka dash babën tem Omerin shumë. E ka vizituar shpesh. O ardhe ka përqafu shumë herë. E dashta one që ato të mira që ja ka babës tem, dashta që ta shtyne pak me respektu këtë njeri. Prej moralit, prej islamit, prej fest, një muslimanit, me respektu shokët e babës.